pyetja radhës. Selamu alaikum, hoxhë nderuar. Hoxhë, deshta më pyet, a ka mundësi sipas Islamit që hasedi, syri i keq apo ndikimet të ngjashme të jenë shkak i ftojës, hutimit emocional apo edhe i ndarjes së një çifti musliman, sidomos kur ndarja ndodh pa dëshirën e të dy palëve. Nëse po, cilat janë këto veprime fetare që duhet të ndërmarrë një person, në këtë rast, rukje, dua të caktuara apo veprime të tjera, Allahu ju shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullah, po ka mundësi, edhe zgjidhja është më kthye te libri i Allahut, sunneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pendimi, namazi, dhikri, leximi i Kuranit, surës Bakara, edhe Felekut, Nasit, Ayatul Kursi e tjera, do thonë këtë çështja sillet rreth librit të Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka mundësi mendohet po në ajetet Allah subhanahu wa taala ve ta'lemuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji. Për sihrit, mundësia e sihrit është me i nda njerëzit. Disa prej dietarëve, për tyre Imam Shafiu, mendon se më e larta është me sihri, mundësia më e lartë është me e da burrin pi gruas. Ka edhe të tjera, wallahu alem, por një prej sihrit është me nda njerëzit. Zgjidhja, libri i Allahut, leximi i Kuranit, praktikja e gjunave, kthimi në namaz, dhikr dhe tjera të ngjashme, wallahu alem.